derisa vetëvendosja në anën tjetër ka qenë interesuar edhe për arsye politike, mirë po edhe për disa arsye tjera, kalkulime politike për shkuar zgjedhje. Ajo synon që Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës ta lejë jashtë parlamentit dhe në anën tjetër të jep një goditje përfundimtare Vjosa Osmanit, e cila po bën, si thua, një fushat në elektorat dhe zotri Kurti synon të jep goditjen përfundimtare dhe ta dërgoj në benzin politik. Kështu që derisa në anën tjetër zotri Kurti me nënshkrimet që ka bërë dhe me Vučićin synon të ikë sa më shumë duke zvarrit këtë proces. Pra synon që të jetë edhe kryeministër, mirë po pa qenë kryeministër me drejta plota dhe do të arsyetuar para ndërkombëtarës të thotë nuk e kam si thua gjithë pushtetin e nevojshëm. Pra nuk është një qeveri legjitime, mirë po një qeveri në detyrë. Pra gjitha i kanë kalkulimet e veta. Vetëm ata që nuk kanë interes në këtë historinë qytetarët e Kosovës me ekonominë që po fillon të kurret, me çmimet e larta që dita ditës po shtrejtohen dhe në pamundësi të një qeverisje me gjithë kompetencat, edhe bizneset kanë filluar të bëjnë manipulimet e veta, ngritje çmimesh pa asnjë kontroll, derisa në anën tjetër, si thuash, edhe irritimi qytetarëve është rritur shumë. Pra kemi një ekonomi të prolonguar, një arsimim të dobët dhe një shëndetësi të smurë. Dhe çfarë ndodhi parë edhe nga më afër aty se sa ndoshta sikurse e shikojmë ne këtej në Tiranë. Kush deshi që ta çojë Kosovën deri në këtë pikë? Pra opozita apo Albin Kurti? Që do thotë, kush nuk e deshi një president në këtë proces? Pra, fillimisht ka qenë zotri Kurti ai që nuk e ka dëshiruar, sepse kur ta kishte dëshiruar ka deshi prap një kandidim të zonjës Osmani. Pikërisht aty u po që zotri Kurti nuk e ka synimin për ta bërë presidentin dhe ka synim për ta çuar vendin zgjedhje, sepse ka pas Vjosa Osmanin në krah, e cila me një prej prononcime të saj tha që unë kam lënë 28 dhjetorin për si datë vetëm për zotin Kurti, sepse ishin mërgjimtar dhe i leverdesë zotit Kurti. Pra zonja Osmani ka qenë, si thuash, kushtimisht, po theme, nënshtruar ndaj kërkesat zotit Kurti. Prandaj Albin Kurti nuk ka pas asnjë arsye tjetër për ta mos kandiduar zonjën Vjosa Osmani. Dhe zotri Kurti ka qenë interesuar për ta çuar vendin zgjedhje për arsyet që i ceku më lart. Po në anën tjetër, duke parë në opinionin publik që me veprimin që bëri zotri Kurti ndaj zonjës Vjosa Osmani ka filluar rënja e popularitetit të zotit Kurti tek qytetarët e Kosovës, fillua edhe Lidhja Demokratike e Kosovës fillua ta ketë një lloj, si thuash, dëshire për të shkuar në zgjedhje, sepse elektoratin, sepse janë pashmangshme Lidhja Demokratike e Kosovës.